pame jemi në palestrën më të bukur të basketbollit në vendin tonë, Mizar Isma në Ravez dhe ky është derbi fundit tabelës, ndeshje shumë e rëndësishme për dyja skuadrat dhe lirisht mund të themi ndoshta edhe vendimtare për mbetjen e vëreshtarëve në elitë. Ravezi sonte starton me Puljanin, me Kormik, Rrugovën, Rosha dhe Bardrexhën. Pra Gjevon Mekorik, i cili erdhi nga kolegji Auburn i Houston, Texas, ka luajtur në Turqi, Liban, Katar dhe Lituani, me një mesatare të karierës 12 e 4 asistime në vend të Jumi Pigut. Wilson, Halemsane, Zekiqi dhe Dasyla është peshja e vllazimit. Çdo gjë e gatshme, nga topi i parë shkon për Wilsonin. Wilson për Anein. Me njëherë atje pranti është Puljan nga këndi, tenton dhe në tëntimin e parë. Regja tenton të përgjigjet me treshe, i kthe topi Bardrexhës, i cili deporton për mrekulli atje. Lëvizje mashtruese. Zekiqi vetmuar për 3 pik, që në start me 2 treshe. Me Kormik erdhi në vend të Jumi Pigut, edhe në anën tjetër vjen tresha nga vetëm ja përcolli atje me Kormikut, i cili deporton, lufton atje Derek Wilson, e pat edhe juve Jerry Cole Helms, kundër sulmi shpejt, deporton, realizon për e përsin, më të inkuadrohet giganti Nahim McLeod, të tjerët si fmi, opala! Anën tjetër të Samiri, cili tenton dhe treshën e tij të dytë e realizon. Betej luftë për pozitë atje mes Zekiqit edhe një perfekt po funksionon tandemi Fis Rrugova Nahim McLeod, Fisi po asiston e McLeod koshin peshkonton. 2 herë sonte, 13-20. McLeodit me vërtet është shumë vështirë. Thomas tenton për 3 pik dhe dërgon të vendi. Adonis Thomas me njerë në start të qerekut të dytë. Helens nuk ja la Mongu në treshe për shpresojmë që t'ja kaloj një super talent me t'i thaqin. Anën tjetër bombardon Jerry Helens me 5 kërcime, 2 asistime, i hatashëm Fis Rrugova tenton të përgjigjet dhe përgjigjet në treshe me treshe. Gordonin Fis Rrugova mbrojtje e mirë atje i ndihmon Roshit por mrekulli akrobacion realizon Kentrell Puljan për 23-37. 4 pike eksprese për trajnerin Samargjev. Wilson deporton atje dhe realizon. Ane i shkon në blok Wilsonit, i kryon hapsin e aj në vertikale për Helemsin, bashkëpunojnë me Wilsonin, i cili nuk e lëshon këte rast me treshe. Do të kënë loj për sëri giganti McLeod dhe Bardrexha në treshe me treshe majtë e kishta atje McLeod për mrekulli atje asistim nga Puljan. Fisi nuk tenton me përbiru atje huk mirë po dhe përmirëson Kentrell Puljan për Tomasin, i cili nga këto pozita ditë qëllon dhe këte e bon Puljan dhe Helms luftojnë atje. Çfarë blokade monstruoze nga Joranej, e dërgoj e kap topin Anej kundër sulmi shpejt 3-1. E Jupi edhe kosh faul Disar e Jupi, kapiteni topin nga prapa Kentrell Puljan për me Kormikun, i cili tenton lancon dhe treshën e qilon po punon atje për të krijuar hapësirë për të gjuajtur dhe në mënyrë mjeshtrore. Wilson për Helemsin, i cili deporton, kosh faul i tij dhe personalja po lufton atje për situatë për të gjuajtur. Mirë po kësaj radhe asiston të qerekut të tretë. Puljan për mrekulli, çfarë lëvizje mashtruese, e mashtron Ronda Syler në qerekun e tretë për Rahovecin. Sigirit për mrekulli atje, i shmangët
Samir Zekici, sekundat e fundit. Koshi edhe njëherë, edhe një treshe Atikut. Shumë i rëndësishëm, më shumë i rëndësishëm më i rëndësishëm se për Arahovecin, se sa për vllaznimin. Dy fishot atje Helens. Zigirit depërton, nuk realizon, edhe njëherë lufton dhe Zigirit në fund nuk dorëzon. Blokun, Thomas depërton, Gabon, Zigirit. Situat 3-2 për Wilsonin, nga ana e kundërt për mrekullim. Depërton e pason të Fisrugova. Lufton atje me Kormik, e shpëton këtë top. Edhe 6 sekonda ka ko. Regja nga çfarë situate, kapi. Mirë atje i krijon vetës hapësirë me Kormik, e shfrytëzon inercionin, me flotër atje realizon. Dhe mos me shfrytëzu atje është mëkat. 2 sekonda tenton atje, por 3 pik në qintat e fundit. 3 pik e blokon atje me Cloud. Kundër sulmi shpejt vendos që të tërhiqet dhe të qua për 3 pik. Gjavon me Kormik. Vetëm 4 pike për si. Edhe një top i vjedhur me Kormik. Pika e dhjetë e ka Pulliani. Bloki me Cloudit, për me Kormikun i cili tenton për 3 pik. Ajajajajaj, Mizair Isma eksplodon me Kormik, 13 pik rresht të ti. Pa, shka po ndodh në Mizair Isma. Edhe herën e dytë realizon 86 me 84. Kyrte Kinselimi, kërkon time out. 6 sekonda deri në fund. Joranej, Helimsi, 4, 3, 2, 1, tenton, nuk realizon dhe ndeshja përfundon. Drahoveci fiton. 86 me 84. Fitore dramatike e Rahovecit në sekondat e fundit.